Në lajme do të ndiqni viti 2025 ka nisur me një performancë pozitive të ekonomisë reflektuar në të ardhurat e mbledhura në buxhet gjatë 2 muajve të parë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko tha se numri i pagesave digjitale për frymë është rritur në mënyrë të konsiderueshme gjatë vitit që lan pas. 6 bashkitë bregdetare kanë argëtuar afro 12.9 milionë euro për gjatë vitit 2024 nga tarifat për zënien e hapësirave publike. Shqipëria rënditet e 6-ta në botë dhe 3-ta në Evropë për tarifat më të larta të taksive me $3.31 për kilometër. Mirëseardhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Viti 2025 ka nisur me një performancë pozitive të ekonomisë reflektuar në të ardhurat e mbledhura në buxhet që në 2 muajt e parë rezultojnë me shtesë për 130 milionë eurosh në raport me një vit më parë. Pagat dhe konsumi zën peshën kryesore në këtë rritje. Buxheti i shtetit ka argëtuar 117.3 miliard lek në muajin shkurt ose 102.4% e planit të periudhës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u mblodhen rreth 13 miliard lek më shumë ose 12.5%. Të ardhurat tatimore u realizuan në masën 44.1 miliard lek, 6.4 miliard lek ose 17% më shumë se shkurti i vitit të kaluar, ndërsa plani është i kaluar me 1.5 miliard lek. Zëri që ka ndikuar më shumë në këtë performancë është TVSH argëtuar neto me realizim në masën 16.1 miliard lek ose 17% më shumë se shkurti 2024. Me rritje 11.6% kanë qenë të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilat u realizuan në 30 miliard lek, 3.1 miliard lek më shumë se shkurti 2024. Tatimi mbi të ardhurat personale është argëtuar në vlerën 13.5 miliard lek, 3 miliard lek më shumë se shkurti 2024, si dhe 1.3 miliard lek më shumë se plani. Në këto dy zëra ka ndikuar reforma e rritjes së pagave në administratën publike, ndërsa nga taksat nacionale për periudhën shkurt 2025 u mblodhen 8.1 miliard lek. Po ashtu performancë pozitive kanë pasur të ardhurat doganore, të cilat u realizuan në vlerën 33.6 miliard lek, 1.7 miliard lek ose 5.3% më shumë se shkurti 2024. Të ardhurat nga TVSH në import për shkurt 2025 janë 22.5 miliard lek ose 3.7% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Të ardhurat nga akciza regjistrohen në 9.5 miliard lek ose 10.7% më shumë, si dhe nga renta minerare në eksport janë mbledhur 406 milion lek dhe taksa doganore 1.2 miliard lek. Shpenzimet e përgjithshme publike për muajin e dytë të vitit 2025 arritën në 93.8 miliard lek me një realizim në masën 92.8% të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s, ky zë ka rezultuar 10.1 miliard lek më shumë. Shpenzimet kapitale për periudhën 2 mujore të vitit 2025 arritën në 3.1 miliard lek, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ky zë ka rezultuar 1.9 miliard lek më shumë, apo rreth 150.6% më i lartë. Afro 160 milion euro ka humbur buxheti i shtetit gjatë vitit 2024 si pasojë e kursit të këmbimit TVSH në dogana, edhe pse në rritje në raport me një vit më parë është realizuar nën planifikimin e bërë për 2024. Kursi i këmbimit për gjatë vitit 2024, ku moneda europiane euro ka qenë vazhdimisht e zhvlerësuar kundrejt lekut, ka sjellë humbje të ardhurave në buxhetin e shtetit. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar në import, megjithse janë në rritje në krahasim me vitin e kaluar, janë me rënje në krahasim me planin për shkak të rënjes së ndjeshme të kursit të këmbimit. Referuar të dhënave të administratës doganore, efekti i kursit të këmbimit në TVSH në import është minus 16 miliard lek gjatë vitit 2024, apo rreth 160 milion euro. Për vitin 2024, importi taksuar në peshë është rritur 16% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa në vlerë është rritur me 6%, ndërsa eksporti definitiv është rritur me 1% në peshë dhe është ulur me minus 14% në vlerë. Të ardhurat nga TVSH në import për 12 mujorin janë 154.4 miliard lek, 8 miliard lek ose 5% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Goditjen më të madhe nga kursi i këmbimit në Shqipëri ka pasur industria eksportuese, duke pësuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik si dhe humbje të tregjeve europiane. Ndërkohë edhe ky vit ka nisur në të njëjtën linjë dhe ekspertët parashikojnë që për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që do të mbahen më 11 maj, si dhe sezonit të mbar turistik që pritet, euro do të vijojë të jetë zhvlerësuar kundrejt lekut, të paktën deri në muajin shtator.
Transformimi digital ka sjellë mundësi të reja për rritjen e efikasitetit të shërbimeve financiare dhe rritjen e përfshirjes së popullatës në financë. Në forumin e biznesit, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko u shpreh se numri i pagesave digjitale për frym është rritur në mënyrë të konsiderueshme gjatë vitit që lan pas. Një nga ndikimet më të dukshme të inovacionit në shërbimet financiare të Shqipërisë është transformimi digital i pagesave dhe i bankingut. Vendi po përjeton një rritje të shërbimeve bankare digjitale, duke i bërë shërbimet financiare më të përshtatshme, më të sigurta dhe më të aksesueshme. Në forumin e biznesit të organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë, guvernatori Seko u shpreh se fal përdorimit në rritje të teknologjisë celulare, konsumatorët po fitojnë akses në shërbime financiare. Përdorimi i instrumentave elektronike të pagesave vijon të rritet me ritme 2 shifrore, duke ndihmuar në reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi dhe rritjen e formalizimit të ekonomisë. Numri i pagesave digjitale për frym ka arritur në 23 në vitin 2024, krahasuar me vetëm 2 pagesa që ishin në vitin 2015. Gjithashtu, përfshirja financiare e matur si përqindje e popullsisë që zotron të paktën një llogari financiare ka arritur në nivelin e 78%, krahasuar me nivelin 40% që ishte në vitin 2015. Infrastruktura për pranimin e instrumenteve digjitale të pagesave gjithashtu ka njohur një rritje të përshpejtuar. Instrumentet e reja, si pagesat nëpërmjet portofoleve elektronike, po gjejnë përdorim gjithnjë më të gjerë, duke ushtrirë edhe në popullsi ku aksesi bankar është më i rrallë. Ndërkohë, drejtori i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Neritan Mullaj, u ndal në atë se si bankingu i hapur po revolucionarizon sektorin financiar në Shqipëri. Open banking është një formë inovative që inkurajon zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja financiare. Falë saj, sot bizneset mund të përfitojnë nga zgjidhje më efikase dhe të automatizuara, të cilat mund të ndihmojnë në kursimin e kohës dhe të burimeve. Përmes Open Banking, klientët shqiptar mund të autorizojnë palët e treta të transferojnë fondet nga llogaritë e tyre bankare për të kryer pagesa dhe për të marrë shërbime të ndryshme. Më shumë detaje mbi forumin e organizuar ditën e sotme nga Banka e Shqipërisë, por edhe Dhoma Amerikane e Biznesit, do të na jap gazetarja e Departamentit të Lajmeve në Skan Televizion, Ledina Elezi. Ledina, të përshëndes. Përshëndetje, Ada. Mirë se erdhe. Ledina, në fokus të forumit të organizuar ditën e sotme ishte përdorimi i instrumentave elektronike të pagesave, gjë që në një farë mënyrë redukton përdorimin e paras kesh, por nga ana tjetër ndihmon edhe në formalizimin e ekonomisë. Të ndalemi pak tek fakti se sa është numri dhe vlera e transaksioneve që janë kryer përmes sistemit AIPS për vitin 2024. Në fakt, Ada, mënyra si po ofrohen dhe përdoren themi shërbimet financiare aktualisht në Shqipëri, po transformohet me ritme tepër të shpejta, pra mënyra si kryen pagesat, por gjithashtu edhe shumë të tjera. Nëse i referohemi transaksioneve që janë realizuar përmes home banking, pra përmes aplikacioneve të bankave, rezulton nga shifrat zyrtare të Bankës së Shqipërisë që numri i transaksioneve të realizuara përmes aplikacioneve të bankave apo përmes internetit gjatë vitit 2024 ka qenë rreth 9.3 milion pagesa, 9.3 milion transaksione më sakt, rreth 22% më shumë se në vitin 2023, pra se në vitin pararendës. Po ashtu edhe shuma e transaksioneve të realizuara përmes home banking, pra përmes bankingut në Shqipëri, ka pësuar një rritje me 9% në krahasim me 2023, duke ka përkushtuar një vlerë prej 2.3 miliard lekësh. Pra edhe nga këto shifra tregohet se edhe qytetarët po orientohen gjithnjë edhe më tepër drejt kryerjes së pagesave të tyre në mënyrë digjitale. Pavarësisht se nëse i referohemi edhe grafikut edhe shifrave të Bankës së Shqipërisë, pavarësisht se ka pasur, le të themi, ka pasur një rritje të numrit dhe të vlerës së transaksioneve me home banking në 2024, nëse bëjmë një krahasim në terma të rritjes, pra se kur ka rezultuar rritja më e madhe e transaksioneve përmes bankingut të Shqipëri, pra përmes aplikacioneve të bankave, ne rezulton se në vitin 2018 ka qenë rritja më e madhe.
ndërsa nëse i referohemi transaksioneve të realizuara përmes sistemit AIPS, që është i quajtur ndryshe si sistemi ndërkombëtar, sistemi ndërbankar i pagesave në euro, ne rezulton se edhe përsa i përket këtij sistemi në gjatë 2024 ka pasur një rritje të konsiderueshme të numrit të transaksioneve të realizuara përmes këtij sistemi. E njëjta ecuri mund të shihet edhe në fillim të këtij viti, ku në muajin janar të 2025 rezultojnë që të jenë kryer rreth 25.000 transaksione përmes sistemit AIPS, rreth 19.7% më shumë transaksione se në vitin 2024. Edhe vlera e përkthyer në vlerë, sa është kjo rritje? Nuk mund të themi saktësisht se sa ka arritur, po, mund të themi që në përgjithësinë për në janar të 2025 vlera ka arritur në 427 milion euro, rreth 22.3% më shumë se në muajin janar të vitit 2024. Gjithashtu mund të themi Ada se edhe përsa i përket transaksioneve të realizuara përmes terminaleve POS, pra pagesat elektronike që janë realizuar përmes këtyre terminaleve, kanë pësuar një rritje gjatë vitit 2024. Nëse i referohemi fillimisht numrit të terminaleve POS në Shqipëri për gjatë viteve, rezulton se në 2024 numri ka arritur në rreth 24.000 terminale POS, që nuk kupton edhe më tepër mundësi për qytetarët që të kryen pagesat me kartë përmes këtyre terminaleve, ndërsa përsa i përket vlerës transaksioneve ose vlerës pagesave elektronike të realizuar përmes terminaleve POS, mendoj që gjatë 2024 ka arritur në rreth 86 miliard lek. Shifrat të tilla padyshim janë shumë pozitive, sepse tregon një orientim, le të themi, apo të qytetarëve shqiptarë në kryerjen gjithnjë më tepër të pagesave elektronike, por edhe transformimin që po përjetojnë shërbimet financiare në Shqipëri. Theksojmë se Banka e Shqipërisë për gjatë viteve të fundit ka ndërmarrë disa përpjekje për modernizimin dhe digitalizimin e shërbimeve financiare në Shqipëri. Një ndër këto përpjekje ishte sistemi AIPS, që po implementohet prej disa vitesh. Në fakt, këto tregues, Ledina, janë rezultat i kësaj përpjekje dhe gjithë angazhimit të ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë për ta mundësuar një gjë e tillë? Po, padyshim që rritjet të tilla janë pozitive dhe tregojnë, le të themi, përpjekjet që ka bërë Banka e Shqipërisë në këtë drejtim. Megjithatë rritja, le të themi, pretendoj që të ishte më e madhe, sepse pagesat elektronike të kryera, le të themi, nga qytetarët apo mundësi që i ofrohen ato nga bankat, po shtohen gjithnjë edhe më tepër. E qartë, Ledina? Një element tjetër që dohet shtoja për përpjekjet e Bankës së Shqipërisë në drejtim të modernizimit të sistemeve të pagesave, përpjekja më fundit ka qenë antarësimi në tregun unik të pagesave në euro, SEPA. Shqipëria dërgoi aplikimin zyrtar në qershor të vitit 2024 dhe arriti të pranojë zyrtarisht në nëntor të 2024, por vetëm në prill, domethënë do të kemi një aderim ose antarësim të institucioneve financiare shqiptare pra të bankave në këtë sistem dhe vetëm nga tetori mund të shohim përfitimet direkte nga qytetarët. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, përfitimet mund të themi mund të jenë pak a shumë rreth 20 milion euro kursim për ekonominë shqiptare nga kryerja transfertave ndërkufitare në euro përmes këtij sistemi, por që pritet, le të themi, të shihet në vijim. Gjithashtu një përpjekje tjetër fundit është edhe implementimi i një sistemi të ri pagesash të shpejta, i quajtur ndryshe instant payment, i cili është një klon i sistemit TIPS të Bankës së Italisë, ku qytetarët shqiptarë shumë shpejt, ndoshta vitin e ardhshëm apo pas 2 vitesh, do të mund të kryejnë, le të themi, pagesa nëpër dyqane vetëm nëpërmjet skanimit të një QR kodi në telefonin e tyre. E qartë. Ledina, unë të falenderoj për gjitha detajet e përcjellë në studio. Faleminderit. Ndërkohë, do të rikthehemi zhvillimeve të këtij edicioni informativ. Tarifat e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kanë rritur vlerën e arit duke shkaktuar rekord në tregjet e huaja. Kjo rritje u reflektua edhe në vlerën e arit në Bankën e Shqipërisë. Tarifat e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk po prekin vetëm tregtinë e jashtme, por edhe vlerën e arit, një trend që reflektohet edhe në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Sipas statistikave të fundit në fillim të këtij viti, vlera e arit në rezervat e Bankës së Shqipërisë arriti në 292 milion euro. Krahasuar me muajin e fundit të vitit të kaluar, kjo vlerë u rrit me 7%. Kjo rritje lidhet drejt për drejt me çmimin e arit në tregjet ndërkombëtare, i cili ka arritur nivele rekord.
Një ons po kombëhet me $3.030 duke shënuar një rritje historike. Ndikimi i tarifave të vendosura nga administrata Trump ndaj Kinës dhe Meksikës po ndihet edhe në tregun global të arit. Sipas një artikulli të publikuar nga media ndërkombëtare CNBC, çmimi i arit ka thyer rekorde kryesisht për shkak të konflikteve gjeopolitike dhe politikave proteksioniste të SBA-s. Çmimet e arit arritën një rekord të ri mbi kufirin kritik prej $3.000 të martën, për herë të dytë brenda një jave, ndërsa investitorët kërkuan siguri përballë shqetësimeve ekonomike të nxitura nga tarifat e vendosura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. E thënë ndryshe në momente pa siguri ekonomike dhe gjeopolitike, investitorët dhe qytetarët priren të investojnë në ar pasi e ruan vlerën dhe funksion si një aset i sigurt. Vlera e arit filloi të rritet 3 vite më parë për shkak të krizave të para gjeopolitike, por tarifat e Trump i kanë dhënë një hovë më të madh, duke krijuar një efekt zinxhiri në ekonominë globale dhe duke ndikuar edhe në rritjen e vlerës së arit në bankë në Shqipërisë. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit sipas Eurostat në muajin shkurt regjistrohet në 2.4%, duke konstatuar kështu një normë të pandryshuar krahasuar me muajin janar. Nëse flasim për ndryshimin vjetor të grupeve, shohim se rritja më e madhe e çmimeve prej 5.9% vërehet në grupin argëtim dhe kulturë, pasuar nga grupet pije alkolike dhe duhan me 4.1%. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit që mat rritjen e çmimeve sipas metodologjisë së Agjencisë Europiane të Statistikave në muajin shkurt të vitit 2025 regjistrohet në 2.4%, duke konstatuar kështu një normë të pandryshuar krahasuar me janarin e po të njëjtit vit. Nga ana tjetër, inflacioni sipas Instat për të njëjtën periudhë regjistroi në 1.9%. Theksojmë se metodologjia e matjes është e njëjtë në të dy metodat, por diferencat mes këtyre dy matjeve vijnë si rezultati i peshës që jepet secilit grup të produkteve në llogaritjen e inflacionit. Të dhënat zyrtare tregojnë se inflacioni mesatar në Europë për llogaritet në 2.7% dhe Shqipëria është e pozicionuar larg këtij kufiri. Ndërkohë nga ana tjetër, vendet me normë më të lartë të çmimeve në Europë për gjatë shkurtit të këtij viti janë Maqedonia e Veriut me 6%, Hungaria me 5.7%, Rumania me 5.2% si dhe Kroacia e Serbia me 4.8 dhe 4.7% respektivisht. Nëse analizojmë rritjen e çmimeve sipas vendeve të rajonit, shifrat tregojnë se Shqipëria pozicionohet relativisht mirë krahasuar me disa nga fqinjet në rajon, përveç Kosovës, ku për muajin shkurt regjistron një normë të rritjes së çmimeve prej 1.7%. Ndërkohë, nëse flasim për ndryshimin vjetor të grupeve, shohim se rritja më e madhe e çmimeve prej 5.9% vëret në grupin argëtim dhe kulturë, pasuar nga grupet pije alkolike dhe duhan me 4.1%. Me rritje po ashtu vjen re dhe grupet mobilim, pajisje, shtëpie dhe mirëmbajtje, hotele e kafene me 3.1% secili. Me një rritje prej 2.9% regjistrohen ushqime dhe pije alkolike, pasuar nga veshje dhe këpucë me 2.3%, shërbimi arsimor me 1.8% dhe mallra shërbime të ndryshme me 1.3%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transporti ulën me 1.1%, pasuar nga grupi qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji me 0.1%. 530 punonësit e administratës publike do të përfitojnë kredi të butë me 0% interes për blerje në një banese. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka hapur thirrjen për aplikim, por cilat janë kriteret që duhet të përmbush një punonjës për të përfituar? Ndjekim kronikën. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit prej 10 ditësh ka hapur thirrjen për të aplikuar për kredi të butë me 0% interes për blerjen e një banese për 530 punonjësit e administratës publike. Ndërkohë, financimi do të kryhet sipas çmimit të referencës dhe sipërfaqja do të përcaktohet sipas certifikatës familjare, por me kredi të butë do të përfitojnë punonjësit e 12 institucioneve shtetërore, por cilat janë kuotat për secilin institucion. Ministria e Brendshme dhe Ministria e Arsimit do të kenë numrin më të lartë të kuotave, nga ku kanë përkatësisht nga 90 kuota. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do të kenë 80 kuota, ndërkohë nga 30 kuota do të ketë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Europës dhe Punëve të Jashtme, Ministria e Financave, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit si dhe Kryeministria, por cilat janë kriteret që duhen plotësuar, referuar udhëzimit si fillim një punonjës që të përfitojë kredi me 0% interes,
duhet të jetë i punësuar në administratën publike, sipas ligjit për strehimin social, të mos kenë një banesë në pronësi ose në proces legalizimi, ose të kenë një banesë në normat e strehimit, të mos zotërohet një pasuri të paluajtshme apo të luajtshme mbi gjysmën e vlerës së banesës që do të blihet me kredi të lehtësuar, si dhe mos të jenë përfitues nga programe të tjera të strehimit social, por përpos kritereve, një punonjës i administratës shtetërore për të përfituar kredi të butë duhet të përmbush kriterin e pikëzimit i cili është 100 pikë. Si fillim, do t'i duhet të përmbush 50 pikë me kushtet e strehimit, 25 pikë me kushtet familjare dhe 25 pikë për kushtet ekonomike, në rast se rezultojnë më shumë kandidatët me pikë të barabarta sesa kuotat e përcaktuara, përzgjedhja e tyre realizohet sipas strehimit të pikëzimit. Thirrja për aplikim do të jetë e hapur për 30 ditë që nga dita e nisjes së thirrjes. 6 bashkitë bregdetare kanë argëtuar afro 12.9 milion euro për gjatë vitit 2024 nga tarifat për zënjen e hapësirave publike. Bashkia Durrës është ajo që ka regjistruar më shumë të ardhura, ndërsa Bashkia Shkodër rënd vitet e fundit. Bashkitë bregdetare kanë rritur argëtimet nga tarifa e shfrytëzimit të plazheve nga subjektet private, megjithatë nën potencialin e tyre. Referuar të dhënave zyrtare, bizneset që operojnë në zonat turistike dhe kanë një kontratë me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit për zënje të hapësirave publike, kanë paguar afro 4.8 milion euro taksa për gjatë vitit 2024. Ndërsa për periudhën 2022-2024, rezulton se nga të dhënat e raportuara nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit janë argëtuar 12.9 milion euro. Por cilat nga bashkitë kanë realizuar më shumë të ardhura nga shfrytëzimi i plazheve për gjatë vitit 2024. Të dhënat tregojnë se Bashkia Durrës, e cila ka një vijë bregdetare më të gjatë, ka realizuar më shumë të ardhura në afro 1.2 milion euro gjatë vitit që lam pas. Ndjekur nga Bashkia Himar, e cila ka argëtuar 1.18 milion euro të ardhura nga shfrytëzimi i plazheve, më pas renditet Bashkia Sarand me 781.000 euro, Bashkia Lezhë me 657.000 euro, Bashkia Vlorë ka mbledhur 596.000 euro dhe në fund renditet Bashkia Shkodër me 458.000 euro. Në Shqipëri për vitin 2024 rezultojnë 817 subjektet e pajisura me kontrata për përdorimin e hapësirës së plazhit për sezonin turistik. Pavarësisht ecurisë dhe tendencës në rritje të ardhurave në secilën bashki, ato nuk kanë qenë në proporcion të drejtë me rritjen e sipërfaqes së kontraktuar për periudhën 2022-2024. Ndërsa sipërfaqet e kontraktuara në bashkitë bregdetare pasqyrojnë rritje në masën 45 deri në 253%, të ardhurat nga vjelja e tarifës që aplikohet për sipërfaqet e kontraktuara kanë një rritje në masën nga 7 deri në 37%. Për periudhën qershor-gusht 2024, rezulton se sasia e çadrave ka qenë afro 699.000. Numri i faturave që kanë përshkrimin çadër shezllon rezulton në 402.000. Pesha specifike sipas llojit të veprimtarisë së subjekteve tatim paguese, të cilat janë përfituese të hapësirave publike në plazhe, është ndarë në disa kategori, ku zëri më i rëndësishëm është ai i hoteleve dhe strukturave të ngjashme me 27%, ndërkaq 23% e zënë aktivitetet e shërbimit të pijeve, 19% janë në fushën restorante dhe shërbim ushqimor i lëvizshëm dhe 14% janë në fushën aktivitete të tjera të ndryshme nga sektori i turizmit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nuk do të ketë legalizim përpara urbanizimit. Sipas tij, nuk mund të vendoset rregull nëse nuk zgjidhet problemi i legalizimeve. Gjatë një takimi me kandidat për deputet dhe simpatizant të Partisë Demokratike, kreu i kësaj force politike, Sali Berisha, bashkëbisedoi rreth problemeve të shpronësimit dhe legalizimit të ndërtimeve pa leje. Ai deklaroi se nuk do të ketë urbanizim përpara legalizimit. E kam shprehur dhe në takime tjera, legalizimi të gjitha ata që kanë marrë dokumentat me të cilat kjo qeveria manpeng dokumentin përfundimtar kadastrat legalizimit, ato do jetë dokumentat përfundimtare dhe legalizimi do shpallet me ato dokumenta pa asnjë akt, pa asnjë pagesë. Së dyti, garantoj pronarët e tokës së zënë se ata do shpërblehen me vlerë tregu, jo me vlerë tjetër, veçse me vlerë tregu nga qeveria. Së treti, nuk do ketë urbanizim para legalizimit, do ketë legalizim para urbanizimit. Sipas Berishës, nuk do të vendoset rregull në qoftë se nuk zgjidhet problemi legalizimit.
Shqipëria rënditet e 6-ta në botë dhe 3-ta në Evropë për tarifat më të larta të taksive me $3.31 për kilometër. Kjo e bën më të shtrenjtë se vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Italia, si edhe më e kushtueshmja në rajon. Sipas platformës Numbeo, Shqipëria rënditet në vendin e 6 në botë për tarifën fikse të taksive, duke u pozicionuar mes 127 vendeve me çmim të lartë për këtë shërbim. Sipas të dhënave, 1 kilometër me taksi në Shqipëri kushton mesatarisht $3.31, çka e bën këtë shërbim më të shtrenjtë krahasuar me vendet e zhvilluara. Në krye të listës për çmimin më të shtrenjtë qëndron Zvicra, ku 1 kilometër me taksi kushton $4.45. Nga vendet e rajonit, Shqipëria rezulton të jetë më e kushtueshmja për çmimin e taksive. Në Maltëzi, 1 kilometër me taksi kushton $1.09 dhe kjo shifër e ka rënditur në vend të 77 në listë. Ndërkohë në Serbi, taksia për kilometër kushton $0.93, vlerë që pozicionon atë në vendin e 83. Bosnjë-Hercegovina nga ana tjetër rënditet po ashtu në vendin e 83 me një çmim prej $0.84 për kilometër. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë tarifat më të ulta në rajon me përkatësisht $0.77 dhe $0.62 për kilometër. Shqipëria spikat edhe në nivel evropian, duke rënditur në vendin e 3 për tarifat më të shtrenjta të taksive. Kjo e pozicionon vendin ton mbi disa ekonomi të mëdha dhe të zhvilluara si Japonia me $2.94, Gjermania me $2.73, Mbretëria e Bashkuar me $2.14, Franca me $2.14, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me $1.74 dhe Italia me $1.64. Nga ana tjetër, vendet me tarifa më të ulta për këtë shërbim janë Filipinet dhe Kirgjistani, ku 1 kilometër me taksi kushton përkatësisht $0.26 dhe $0.23. Numri i taksive është rritur shumë vitet e fundit në Shqipëri, sidomos ato elektrike. Kjo tendencë është ndikuar kryesisht nga numri shumë i lartë i turistëve në vendin tonë. Gjatë periudhës janar-shkur 2025 janë regjistruar 683 mjete elektrike me një rritje prej 46% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, flota e mjeteve elektrike ka arritur në rreth 7.000 ose 11% më shumë krahasuar me vitin 2024. Mjetet green po vijojnë të rrisin bindshëm dominancën e tyre në qarkullimin rrugor në Shqipëri. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor, gjatë periudhës janar-shkur 2025 janë regjistruar 683 mjete oll elektrik me një rritje prej 46% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Po kështu, 38% e mjeteve me 0 kilometra të regjistruara për herë të parë janë elektrike. Ndërkohë, flota e mjeteve elektrike ka arritur në 7.061 në shkurt të 2025-s, pra 11% më shumë krahasuar me vitin 2024. Nga ana tjetër, tendenca pozitive vijon edhe për mjetet elektrike hibride, ku 77% e autoveturave me 0 kilometra të regjistruara për herë të parë janë elektrike hibride, me një rritje për 37.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor, rritja e regjistrimeve për mjetet green ka sjellë edhe një impakt ambiental, ku vjet e rejës janë reduktuar 901.560 kg dioksid i karboni në vit, që kjo do të thotë 30.052 mushkëri ambientale më të pastra dhe më të shëndetshme. Gjithashtu, 73.5% autoveturave të regjistruara gjatë janar-shkur 2025 janë europeze së sipër, duke përmirësuar cilësinë e ajrit dhe qëndrueshmërinë e transportit në vend. Shqipëria po ecën drejt një tranzicioni më miqësor me mjedisin, pasi shifrat dëshmojnë për një rritje të interesit për makina ekologjike green, duke përqafuar teknologjitë e pastra në transport. Ndryshimet klimatike janë një sfidë për të gjithë botën, përfshirë edhe Shqipërinë. Projekti One Future është një pikë që merret me këtë sfidë dhe ka ardhur edhe në Shqipëri duke prezantuar idetë e zgjidhjes për këtë fushë. Ndryshimet klimatike janë një sfidë globale ndaj institucioneve ndërkombëtare po ndërmarrin hapa për të bërë këtë sfidë sa më të menaxhueshme për ekonominë. Një prej iniciativave në këtë drejtim është edhe programi One Future, i cili synon të forcojë kapacitetet e institucioneve të arsimit të lartë për zbatimin e politikave mjedisore. Ky program ka në fokus brezin e ri, duke i konsideruar ata si të parë që duhet të ndërgjegjësohen dhe të veprojnë për një të ardhme sa më të qëndrueshme. Punti kryesor është në fakt në institucionet e arsimit të lartë për të ngritur kapacitetet brenda këtyre institucioneve për të zhvilluar njohuri të reja për klimën, për zhvillimin e qëndrueshëm dhe për veprimin ndaj ndryshimeve klimatike. Projekti synon reformimin e kurrikulave, zhvillimin e qendrave kërkimore për klimën dhe për zhvillimin e qëndrueshëm, por njëkohësisht synon dhe ky është synimi kryesor është lidhi akademikët me botën e biznesit. Sektori i turizmit që ka performuar në nivelet e larta gjatë 2 viteve të fundit duke regjistruar një numër të lartë vizitorësh, është ndër më të prekurit nga ndryshimet klimatike.
por si synon programi One Future të kontribuojë në këtë sektor? Në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm është ftesa që do i jepnim të gjithë bizneseve në sektorin e turizmit të bëhen pjesë e platformës One Future, që ishte objekti kryesor i diskutimit në workshopin e sotëm, dhe neve duke përdorur kapacitetet brenda Fakultetit Ekonomisë, studentët dhe pedagogët tanë, të krijojmë bashkëpunime me aktorët në sektorin e turizmit, me bizneset në sektorin e turizmit, për të krijuar projekte të përbashkëta që do të nxisin zgjidhjen e një problematike në sektor të lidhur me qëndrueshmërinë dhe me zhvillimin në fushën e ndryshimeve klimatike dhe në problematika që prekin specifikisht sektorin e turizmit. Programi One Future vjen në Shqipëri në kuadër të iniciativave të financuara nga programet e Bashkimit Evropian, duke mbështetur projekte bashkëpunimi ndërkombëtar në arsimin e lartë. Ky program do të jetë i pranishëm në të gjithë fakultetet e Universitetit të Tiranës, duke ndihmuar në integrimin e çështjeve të qëndrueshmërisë dhe klimës në programet akademike. Atmosfera e fortë sonte. Pse Green Coast? E kom skjedh në vend ku më punu dhe më pëshut njëjtën kohë. Edhe klipin e fundit që kena bën Green Coast ka dalë sik. Destinacioni juaj për të gjithë vitin. Një eksperiencë për të jetuar e shijuar. Green Coast, Fountain of Life. Mirë, do ndalemi me zhvillimet nga rajoni. Komisioni Evropian parashikon që borxhi publik i Greqisë do të ulet në 119% prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035, sidoqoftë rreziqe shtesë mund të lindin nga garancitë shtetërore dhe kredite këqija në sektorin bankar. Komisioni Evropian identifikon rreziqe të larta për qëndrueshmërinë fiskale afatmesme të Greqisë në raportin e monitorimit të qëndrueshmërisë së borxhit publik për vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në të kundërt, rreziqet afatshkurtra dhe afatgjata karakterizohen si të ulta. Më konkretisht, për sa i përket periudhës afatmesme dhe sipas skenarit bazë për zhvillimet fiskale të shqyrtuara në raport, borxhi parashikohet të ulet, por mbetet i lartë në periudhën afatmesme duke arritur në rreth 119% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2035. Ulja e raportit të borxhit publik bazohet në supozimin e një suficiti primar strukturor për 1.7% të prodhimit të brendshëm bruto pas vitit 2025, me politikë fiskale të pandryshuar nga viti 2026, duke përjashtuar ndryshimet në kostot e plakjes. Ulja e borxhit përfiton gjithashtu nga një tjetër efekt i favorshëm gjatë vitit 2034, nevojat për financim bruto të qeverisë pritet të bien deri në vitin 2027. Për sa u përket rreziqeve fiskale afatshkurtra, të cilat vlerësohen në përgjithësi si të ulta, ky vlerësim vjen nga që nevojat për financim bruto të qeverisë pritet të mbeten të ulta në rreth 10% të prodhimit të brendshëm bruto në periudhën 2025-26, ndërkohë që Greqia ruan vlerësimin e kreditit të klasës së investimeve në 3 nga 4 agjencitë kryesore të vlerësimit. Për sa i përket periudhës afatgjatë, ku parashikohen edhe rreziqe të ulta të qëndrueshmërisë fiskale, vlerësohet se Greqia nuk do të ketë nevojë të përmirësojë balancën parsorë strukturore në krahasim me skenarin bazë për të siguruar stabilizimin e borxhit në terma afatgjatë. Megjithatë, sipas komisionit, duhet të merren parasysh edhe disa faktorë shtesë që rrisin rrezikun fiskal, të cilët lidhen së pari me garancitë shtetërore dhe së dyti me kredit me probleme në sektorin bankar. Ndonse peshë atyre ka rënë ndjeshëm në vitet e mëparshme, ajo mbetet në nivelin më të lartë në Bashkimin Evropian. Një tjetër faktor janë çështjet gjyqësore të pasgjidhura ndaj shtetit që kanë implikime të mundshme fiskale. Megjithatë, sipas raportit, ka edhe faktor zbutës të rrezikut që lidhen me strukturën e borxhit. Së pari, pjesën më të madhe të borxhit e mbajnë ende udhënësit zyrtar me norma interesi të ulta. Së dyti, struktura e borxhit është veçanërisht e vjetruar krahasuar me shtetet anëtare homologe, dhe së treti, fakti që borxhi publik është në euro përjashton rreziqet e kursit të këmbimit. Përveç skenarit bazë, komisioni shqyrtoi edhe skenaret e evolucionit të borxhit në situata më ekstreme. Një studim i fundit ka analizuar të dhënat e pakave minimale në vendet evropiane duke nxjerrë në pa diferencat mes tyre. Rumania ishte shteti i Bashkimit Evropian me rritjen më të madhe gjatë dekadës së fundit, ndërsa vendet perëndimore regjistruan rezultate më të ulta.
Një pagë minimale përshtatshme është thelbësore për sigurimin e një standardi të mirë jetese për punonjësit, por si kanë ndryshuar pagat minimale në Evropë nga viti 2015 në 2025 dhe gjatë dekadës së fundit, a janë zgjeruar apo ngushtuar pa barazit në paga. Që nga janari 2025, paga minimale mujore bruto në Bashkimin Evropian varionin nga 551 euro në Bullgari në 2138 euro në Luksemburg, sipas Eurostat. Kur përfshihen vendet kandidate për në Bashkimin Evropian me të dhëna të disponueshme, paga minimale më e ulët është ajo e Ukrainës në 182 euro e ndjekur nga 285 euro në Moldavi. Në janar 2015, ky total varionte nga 184 euro në Bullgari dhe 1923 euro në Luksemburg. Ndër vendet kandidate, shifra më e ulët ishte 53 euro në Moldavi. Në terma nominal në euro, duke përjashtuar lohatit e monedhës vendase, Rumania shënoi rritjen më të lartë të pagave minimale bruto midis vendeve të Bashkimit Evropian. Totali i saj u rrit me 273% nga 218 euro në janar 2015 në 814 euro në 2025. Kur përfshihen vendet kandidate, Moldavia shënoi rritjen më të rëndësishme me një vlerë prej 438%. Në Bullgari, ku pagat kanë qenë historikisht ndër më të ultat në Bashkimin Evropian, paga minimale u zgjerua nga 184 euro në 551 euro, duke shënuar një ndryshim prej 199% midis 2015 dhe 2025. Franca pati ndryshimin më të vogël me pagat minimale që u rritën me vetëm 24% nga 1458 euro në 1802 euro gjatë së njëjtës periudhë. Në Gjermani, paga minimale u shtua me 717 euro, që përkthehet në një rritje prej 50%. Në Holland ndryshoi nga 1502 euro në 2193 euro, duke reflektuar një zgjerim prej 46%. Evropa lindore dhe ju lindore përjetuan zgjerimin më të shpejtë të pagave, duke ndihmuar në ngushtimin e ndekut në Evropën perëndimore. Shtetet baltike shënuan gjithashtu rritje të fortë, ndërsa Evropa perëndimore pati ndryshime më të vogla, duke reflektuar ekonomi më të qëndrueshme dhe nivele tashmë të larta pagash. Nëse shohim rritjen mesatare vjetore, Rumania renditet e para midis vendeve të Bashkimit Evropian me 14.1%, ndërsa midis shteteve kandidateve për në Bashkimin Evropian, Moldavia reflektoi ndryshimin më të madh me 18.4%. Franca kishte rritjen më të ulët me vetëm 2.1%. Normat mbeten gjithashtu nën 5% në Irland, Gjermani, Holland, Belgjik dhe Greqi. Që nga janari 2025, pagat minimale të rregulluara për standardet e fuqisë blerëse varionin nga 878 euro në Estoni në 1992 euro në Gjermani midis vendeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria shënoi shifrën më të ulët nga vendet kandidate me të dhëna të disponueshme me 564 euro. Bashkimi Evropian prezantoi një plan veprimi për të kufizuar importet e metaleve. Plani përfshin gjithashtu masa mbrojtëse për të parandaluar konkurrencën e pandershme dhe anashkalimin e rregullave. Komisioni Evropian prezantoi një plan veprimi për industrinë e çelikut dhe metaleve. Në një sektor të karakterizuar nga konkurrenca e fortë ndërkombëtare, ekzekutivi evropian planifikon të shtrëngojë kuotat e importit duke synuar reduktime me 15%. Për disa vite, kapacitetet e tepërta globale, veçanërisht në Azi, kanë goditur rënd porositë e fabrikave tona, tha zëvendës presidenti i Komisionit Stefan Sejourn, ndërsa prezantoi një plan veprimi për industritë e çelikut dhe metaleve, duke shtuar: "Ky është prioriteti numër 1. Ne duhet të mbrojmë fabrikat tona të çelikut nga konkurrenca e huaj e pandershme, ngado që mund të vijë që kur amerikanët vendosën një tarifë prej 25% për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian ka qenë i shqetësuar se do të shohë më shumë kapacitetet e tepërta globale të çelikut që vërshojnë në tregun e tij. Në vitin 2018, gjatë një mosmarrëveshje tregtare me administratën e parë Trump, Bashkimi Evropian prezantoi një masë mbrojtëse për të kufizuar importet e çelikut, që atëherë kjo është rinovuar disa herë. Nga prilli në vazhdim, Komisioni do të rrisë këto kuota për të marrë një reduktim të mëtejshëm prej 15% të importeve. Ajo gjithashtu ka njoftuar se do të paraqesë një zëvendësim të klauzulës mbrojtëse në tremujorin e 3 të 2025-s, që do të skadojë në vitin 2026. Plani i veprimit për çelikun dhe aluminin përfshin gjithashtu një hetim mbi aluminin në tregun e Bashkimit Evropian për masa të mundshme mbrojtëse. Europa duhet të jetë një lojtar global i çelikut, jo një shesh lojrash, paralajmëroi Sejourn. Për të mbrojtur tregun e saj
nga konkurenca pandershme globale, Bashkimi Evropian planifikon gjithashtu të prezantojë një rregull për importet e metaleve. Bloku duhet të parandalojë importuesit e huaj që të anashkalojnë masat e mbrojtjes tregtare, të tilla si masat anti-subvencionim, duke kryer fazën përfundimtare të procesit të prodhimit në një vend të tretë që nuk u nënshtrohet masave përpara dërgimit në Bashkimin Evropian. Sipas rregullit të ri, Komisioni do të jetë në gjendje të veprojë kundër vendit ku metali është shkrirë fillimisht për të eliminuar mundësinë e ndryshimit të origjinës së produktit metalik, duke kryer transformim minimal. Rezerva Federale e Shteteve të Bashkuara mbajti të pandryshuara normat e interesit dhe parashikoi dy ulje të mundshme gjatë vitit. Fed tha se pritet rritje më e ngadaltë ekonomike dhe inflacion më i lartë për shkak të politikave tarifore të administratës Trump. Rezerva Federale mbajti të qëndrueshme normat e interesit për takimin e dytë të radhës, si dhe një parashikim paraprak për dy ulje të normave gjatë këtij viti. Ajo që ndryshoi Banka Qendrore megjithatë ishte këndvështrimi i saj për inflacionin dhe rritjen ekonomike, mes pasigurive që rrjedhin nga planet e presidentit Trump për një plan agresiv të tarifave të reja përveç atyre të vendosura tashmë ndaj Kinës, Kanadas dhe Meksikës. Zyrtarët e Fed parashikojnë që inflacioni të qëndrojë më i lartë këtë vit nga sa ishte vlerësuar më parë dhe rritja ekonomike të jetë më e ulët. Përpiluesit e politikave parashikojnë që inflacioni i matur nga shpenzimet personale të konsumit do të arrijë në 2.8% në fund të vitit 2025 nga 2.5% që ishte parashikuar më parë. Ekonomia amerikane parashikohet të rritet me një ritëm vjetor për 1.7% në vend të 2.1%. Shkalla e papunësisë shihet të rritet në 4.4% nga 4.3% që ishte më parë. Ka kaq shumë gjëra që ne nuk i dimë, tha kryetari i Fed Jerome Powell në një konferencë për mediat, dhe pasiguria është jashtëzakonisht e lartë. Por ajo që dihet për tarifat është se ato priren të ulin rritjen dhe priren të rrisin inflacionin. Ai pranoi se pikpamja e re e Fed për inflacionin këtë vit shkaktohet kryesisht nga tarifat, por sipas tij, efekti inflacionist i tarifave do të jetë kalimtar, ndërsa përparimi në uljen e inflacionit në objektivin e Fed ndoshta është vonuar për momentin. Powell vuri në dukje se zyrtarët e shohin qëllimin ende të arritshëm në vitin 2027. Rezerva Federale ka mbajtur tashmë të qëndrueshme kostot e huamarrjes për dy takime radhëzi, duke ruajtur normën bazë të interesit në intervalin 4.25 deri në 4.5%. Pauza vjen pas 3 uljeve të njëpasnjëshme të normave në fund të 2024-s. Banka Qendrore njoftoi gjithashtu se do të fillojë të ngadalsojë ritmin e tërheqjes së thesarit nga bilanci i saj duke filluar nga prilli, duke reduktuar sasinë e thesarit të lejuar të rrjedhë nga 25 miliard dollar në 5 miliard dollar. Fed megjithatë do të ruajë ritmin e tërheqjes së letrave me vlerë të mbështetura nga hipotekat me 35 miliard dollar në muaj. Pas vendimit të Bankës Qendrore për të mos ndryshuar normat, presidenti Donald Trump tha se do të ishte më mirë që Rezerva Federale t'i ulte ato, ndërsa tarifat e Shteteve të Bashkuara fillojnë të hyjnë në ekonomi. Politikat fillestare të administratës Trump, duke përfshirë tarifat e gjera të importit, duket se e kanë anuar ekonominë amerikane drejt rritjes më të ngadaltë dhe të paktën përkohësisht drejt inflacionit të lartë, tha më herët kreu i Rezervës Federale Jerome Powell. Komisioni Evropian ka akuzuar Google për shkelje të rregullave të Bashkimit Evropian duke favorizuar shërbimet e saj në treg. Kompania rrezikon gjoba deri në 10% të shitjeve vjetore globale nëse shpallet fajtore. Kompania më me Google, Alphabet, u godit me 2 akuza për shkelje të rregullave të Bashkimit Evropian, ndërsa rregulatorët e konkurrencës vazhdojnë lëvizjet e tyre kundër kompanive Big Tech. Vendimi i Komisionit Evropian vjen mes tensioneve me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili ka kërcënuar se do të vendos tarifa ndaj vendeve që vendosin gjoba ndaj kompanive amerikane. Google ka qenë në hetim nga Komisioni Evropian që nga marsi i vitit të kaluar, pasi dyshohet se ndalon zhvilluesit e aplikacioneve të informojnë përdorësit për oferta jashtë Google Play dhe për favorizimin e shërbimeve si Google Flights. Mbikëqyrësi i konkurrencës i Bashkimit Evropian njoftoi të dhënat paraprake duke akuzuar Google për shkeljen e dyshuar të aktit të tregjeve digjitale që synon të frenojë fuqinë e Big Tech. Tarifa e parë kishte të bënte me praktikat e Google në dyqanet e aplikacioneve Google Play. Rregulatorët thanë se Alphabet teknikisht i pengon zhvilluesit e aplikacioneve që të drejtojnë lirisht konsumatorët në kanale të tjera për oferta më të mira. Ata thanë se një tarif shërbimi e ngarkuar nga
kompania për lehtësimin e blerjes fillestare të një klienti të ri nga një zhvillues aplikacioni nëpërmjet Google Play shkon përtej normave. Në akuzën e dytë, rregullatorët thanë se Google favorizoi shërbimet e veta si Google Shopping, Google Hotels dhe Google Flights në krahasim me rivalat. Dy gjetjet paraprake që miratojmë sot synojnë të sigurojnë që Alphabet të përmbahet rregullave të Bashkimit Evropian, kur bëhet fjalë për dy shërbime të përdorura gjërësisht nga bizneset dhe konsumatorët në të gjithë Unionin, Google Search dhe telefonat Android, tha në një deklaratë kreu i konkurrencës së Bashkimit Evropian. Google ka thënë më parë se disa linja ajrore, hotele dhe shitës me pakicë kanë shprehur shqetësime për ndikimin e aktit të tregjeve digjitale. Kompania e cila është gjobitur me më shumë se 8 miliardë euro nga Bashkimi Evropian në dekadat e fundit për shkelje të ndryshme, rrezikon gjobë deri në 10% të shqitjeve të saj vjetore globale nëse shpallet fajtore. Robotët humanoid do të përdoren gjërësisht në industrinë e prodhimit brenda 5 vitesh, ka paralajmëruar CEO Nvidias Huang. Ai gjithashtu zbuloi qipe të reja dhe mjete softerike që do të ndihmojnë zhvillimin e robotëve dhe përhapjen e inteligjencës artificiale. CEO Nvidias Jensen Huang beson se robotët humanoid mund të përdoren gjërësisht në më pak se 5 vjet në industrinë e prodhimit. Huang zbuloi detajet e reja në lidhje me çipin më të ri të inteligjencës artificiale të kompanisë dhe përparime të tjera në konferencën vjetore të zhvilluar të softwareit. Kompania prezantoi Isaac në një modelin e parë të hapur të robotit humanoid në botë dhe korniza simuluese për të shpejtuar zhvillimin e robotëve. Prototipi Newton, një motor fizik me burim të hapur për u sot gjithashtu në sken. Kompanitë planifikojnë të punojnë së bashku për të ndërtuar sisteme të inteligjencës artificiale, duke përdorur platformat e Nvidias për të trajnuar modelet e prodhimit. Huang njoftoi gjithashtu çipet të reja, duke përfshirë çipin e tij të ardhshëm GPU Blackwell Ultra, që do të jetë i disponueshëm në gjysmën e dytë të këtij viti dhe do të ketë më shumë memorie se gjenerata aktuale e çipit kryesor Blackwell, që do thotë se mund të mbështesë modele më të mëdha. Sipas tij, çipet e Nvidias kanë dy qëllime kryesore: të ndihmojnë sistemet e inteligjencës artificiale të përgjigjet me zyrtari ndaj një numri të madh përdoruesish dhe të japin përgjigje sa më shpejt që të jetë e mundur. Huang argumentoi se çipet e Nvidias janë të vetmet që mund t'i bëjnë të dyja. Huang zbuloi gjithashtu detajet e një sistemi çipi të quajtur Vera Rubin, i cili do të pasojë Blackwell dhe do të ketë shpejtësi më të lartë. Do të dalë në treg në gjysmën e dytë të vitit 2026. Ai shtoi se çipet Rubin do të pasohen nga çipet Feynman, që do të vinë në vitin 2028. Veç të tjerash, kreu i Nvidias prezantoi mjete softuerike që do të ndihmonin robotët humanoid të përhapen më lehtësisht në botë. Kur u pyet se cilat shenja do të tregonin se inteligjenca artificiale ishte bërë ku do ndodhur, Huang tha se mund të jetë kur robotët humanoid të jenë duke endur përreth diçka që nuk është as 5 vjet larg. Industria prodhuese ka të ngjarë të adoptojë robotët humanoid së pari, sepse ka detyra të mirë përcaktuara që robotët mund të trajtojnë një mjedis të kontrolluar. Unë mendoj se fillimisht do të shkojnë tek fabrikat dhe arsyeja për këtë është sepse mjedisi është shumë i mbrojtur dhe rasti i përdorimit është më specifik, tha Huang. Vlera e tij është shumë e lehtë për të përcaktuar. Shkalla e përdorimit për të marrë me qira një robot njerëzor është ndoshta $100,000 dhe mendoj se është një vlerë e pranueshme, shtoi ai. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. U takuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.